Një i vdekur dhe 4 të lënduar, nga të cilët njëri në gjendje të rëndë shëndetësore. Ky është bilanci i aksidentit të 4 maturantëve që ndodhi sot në mëngjes në afërsi të pikës pagesore në hyrje të Tetovës. Sipas policisë, aksidenti është pasojë e vozitjes së shpejtë dhe humbjes së kontrollit mbi makinën Toyota, e cila drejtohej nga Tanimoj Ndjeri, Exon Ceka nga Te Arca. Një nga maturantët e lënduar është dërguar në klinikën e Shkupit, por jeta e tij nuk është në rrezik, ndërsa të tjerët janë lëshuar për kurim shtëpiak. Në departamentin e kirurgjisë të Spitalit Klinik Tetovës sollën 5 të lënduar, nga të cilit një e sollën pa shenja jete. Ne vetëm konstatuam vdekjen të riut në ambulancë, ndërsa një prej kolegëve të tyre nga të lënduarit ishte me lëndime më të rënda trupore, me frakturë të komplikut, lëndime të gjoksut dhe të barkut. Shkaku i rëndësisë lëndimit dhe trajtimit pak më kompleks u përcoll për qendrat klinike në Shkup. Ndjeri që u soll ishte pa shenja jete, me lëndime të kokës, nga ekzaminimi që u bë, vdekja është shkaktuar me njëhershme, domethënë imediate. Patničko motorno vozilo Toyota, što ga upravo... Vetura e tipit Toyota e drejtuar nga 19 vjeçari EC nga Te Arca ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga. Vozitësi ka marrë lëndime të rënda dhe menjëherë ka humbur jetën, ndërsa me lëndime të rënda ka përfunduar bashkëudhëtarja 19 vjeçare BI nga Poroj, e cila pas kontrollit në spitalin e Tetovës me urgjencë është dërguar në klinikën e Shkupit. Prokurori publik dhe ekipi i sektorit të punëve të brendshme të Tetovës kanë kryer hetimet në vendin e ngjarjes dhe po punojnë për zbardhjen e aksidentit. Sipas dëshmitarëve, maturantët pas festimit të mbrëmjes së maturës me makinë kishin dalë për të bërë xhiro në autostradën Tetov-Gostivar dhe me të kthyer janë aksidentuar.